Parkingu nën toksor në qendër të Malishevës mbeti jashtë funksioni gjatë ditës së martë. Kjo pasi rreshtet e pandërprera të shiut bën që kjo hapësirë të mbushet me ujë. Por gjendja në këtë komunë mbetet e rënduar edhe në disa fshatra të saj, pasi uji dëbërtoi edhe në shtëpi banime. Kjo ka bërë që disa familje edhe të evakuohen nga shtëpitë e tyre. Gjendja në Malishevë vazhdon të mbetet e rënduar si pasojë e rreshtarve të dendura të shiut që akoma bien. E disa familje, shtëpia të cilëve është përmbytur nga uji, janë evakuuar nga zjarfiksit dhe janë larguar përkohësisht nga banesat e tyre. Detaje rreth gjithë situatës dha shefi i sektorit për emergjencë në komunën e Malishevës, Halel Mazreku. Sa i përket ekipeve emergjente, ato janë në gjendje të ngritur të gatishmërisë. Vetë se gjatë kësaj periudhe kanë pasur intervenime të shumta si në gjithnjë në evakuim. Gjë që ka qenë primore në këtë situatë, domethënë shpëtimi i jetëve të njerëzve, duke evakuuar 6 familje me rreth 14 banor. E nga komuna treguan për dëmet e shkaktuara. Gjendja realisht është e rënduar për shkak të rreshjeve të mëdha dhe si pasojë e rreshjeve Lumi Minusha dhe prodhka tjera në territorin e Malishevës kanë dalë peshtratit dhe të cilat kanë shkaktuar probleme sidomos në rrugë, ku një pjesë e madhe rrugë janë të bllokuara ose janë me vështirësi të kalueshme. Përjashtim rruga Malishevë-Prishtinë dhe Malishevë-Ravec, e cila qarkullon pa probleme. Shkak i situatës së krijuar nga vërshimet, Drejtoria e Arsimit në komunën e Malishevës ka marrë vendim që procesi mosimor të mos fillojë deri më 12 janar.